I ftuari sot është një emër i madh i artit, i kulturës, i njerëzisë. Osman Mula, një se erdhe në rrëfim. Faleminderit. Gjenezën e familjes Mula. Ne jemi një familje ardhur nga Kosova, siç njihet ai eksodi nga fjalori Shqip, sepse në 48-ën, 49-ën u mbyllën kufit dhe pa çka se erdhën për tregti, u mbyll dhe gjithë ato dyqane që ishin poshtë kalas të Bigjisteni, ku punonte edhe baba jem, kryesisht në këto simitet e famshme, si Qakovarsi ishte, pasi kishte edhe kërkesa për atë lloj buket. Kur s'ka bukë të keqe, gjithmonë buka është e mirë, po sidomos simitet janë edhe më të mira. E ngelem. Unë kam lindur në Shkodër pastaj në 51-shin, në një shtëpi ose në një dhomë të marrën, më thënë, me qera, në shtëpinë e Jub Kastratit, profesorit. Unë nuk kam ditë ta heq kur ma fëminin, adoleshencen nga memoria ime, pasi krejt adoleshenca dhe rinia jam është mbushur, sepse ishte ky qytet që më dha të gjitha mundësitë bashkë me shoqët e mi që ne të vazhdonim artin dhe jemi pjesë ma tepër e pasionit e jo e shkollës, sepse në atë kohë kur isha unë s'ishte shkollë muzike të Shkodër, jena pjesë e një lloj preokupacionit të madh të atyre pedagogëve të cilët ishin pranë klubit të rinisë, shtëpisë kulturës, pallatit punëtori më radh, të cilët na kanë qenë shumë afër, na kanë majt dhe na bën bashkëpunëtor tyne të kryesor. Për shembull, unë s'mund të harroj kurrë ndihmën e madhe që na dha me klubin e rinisë drejtori Narbushati dhe me ato çfaqjet e mëdha që organizonte në pallatin e sportit të rinisë që të nëna, dhe ne ishim pjesëtar të orkestrës së Barrall, na futi, na besoi, na fëmijë të vegjël. Ke parasysh, po atëherë fillon. Siç fillon me futbollin ata shkollat e famshme që quhet U17 e këtij gjanash, kështu ka dhe arti. Dhe më vonë kalovan tek Hidrocentrali Vaudnes, pasi Gjosho Vasia, i famshëm regjisor, mlolli në trup në pallatin e kulturës të Hidrocentralit një ajk, djemsh dhe vajzash të cilët ishin shumë të talentuar. Mori Nazmil ishin Zevdedin e famshëm. Zefi ka dalë në çfaqjet e Vaudesit, si aktor në bashkëpunime me Gjosho Vasin. Bashim Ali Bali, Yleta Zefi, pare vogël. Unë, Gjemal Oruqi, i bitë Troms, Gani Tahiri, ishte në kitar Gjemal, se të shtenë nuk më kujtojnë edhe shumë. Po me aktor shumë të mirë, Mark Bregon, Gjoshon, atë tjetërin, Zefin, këte, ky tjetëri. Ma i mend ka kënë dhe i djali talentum Lëkunda, djali i aktorit famshëm, Mark Lëkunds. Po kanë kalu tash i vite edhe ndoshta nuk ma... Por, kjo tref gjeneron çdo ditë njerëz tepër kualitativ, që pastaj ngelin rrugës. Kthehemi te familja. Keni qenë familje e madhe, për shembull nga gjyshi, baba? Ne kemi qenë një familje përgjithsisht e madhe në Kosovë, por vjen e reduktohet në Shkodër, sepse nana jame ishte jabanxhesh dhe të gjithë njerëzit i kishte në Shkup. Nana e kam nga Shkupi. Dhe nanë, babë, motra, vëllezër, gjithë i kishte atje dhe kaloi deri në vitën 19, nana vetëm një herë i pa prind të ty. Pra, një jetë e mbushur me mall, me pak portrete, me shumë punë, me shumë kallabllëk pastaj në Shkodër, në shtëpi sepse krijohet një familje re, ishim 4 vëllezër, nanë e babë, do thënë me pak dhoma, po me shumë frymë, po me shumë respekt dhe me shumë dashuri për njëri tjetrin. Ne kishim një klub rinie, kishim një cak, kishim një shkollë, kishim një familje, kishim një shoqëri, kishim një oborr, ku omlidheshim tek ai, omlidheshim tek ne. Dhe pothuajse gjithë fëmininë e kemi kalu
me lojra në probore, me respektin e prindve. Për shembull, vishin me lujt tek ne, delte nana jemi I jepte me hangër o atyne. Për shembull, si ishte ata për Shkodër ndihet, për shembull, ata fetat e bukshme pak sheqer si për uja, pa vaje, për krype, po s'po ja po s'moj për jep gjithve. E shkosh atë shoku, ashtu na jep të ajo tjetra. Dhe me thënë, u rritem me një përkujdesje kolektive dhe me një mirësjellje totale ndaj njëri tjetrit, derisa ardh një periudhë tjetër që quhet periudha e demokracisë, e cila është periudhë tjetër. Okay. Duhet të folë ndrysh. Nostalgji që ju keni marruar për artet, për dram, nuk e di pse më kujtohet edhe Vaçezela ka marruar për dram, por nuk luajtet asnjëherë teatr, asnjëherë film. Parania e të qenurit studente për aktrim e ndihmon, sepse nuk ka skena vetëm opera, ka dhe opereta, ka dhe vodevil. Për shembull, të gjitha që kanë marru për artin dramatik, këngëtarët morën pjesë në shumë shfaqje të musical që organizote Estrada e Tiranës. Kanë bu disa komedi muzikore. Dhe këto e kanë kënu. Kanë lujt dhe kanë kënu. Rrëthejmë historinë e kësaj fotografie. Aja është një fotografi shumë e bukur. Mund të jetë tek vitet 95 ose 96. Jemi të tre mas skenet të prit çmimet. Të tre dishim se kemi marrë çmim, por nuk e dishim se kush ka marrë të parin. Luani mori të tretin me Këngën e Nanës. Unë mora të dytin me E doni dashurin, Arditi mori të parin me Projektilin. Kjo është direkt unë prita edhe këngëtaren mas, e përshafova një këngëtare që me gjithë Luanin u paraqiten me dignitet absolut të Kënga E doni dashurin, është kënga më dorëtrukitur në 54 festivale që janë bërë deri tashti, është 7 minuta e 12 sekonda pa dalë prej skenet këngëtar. Rast I rrallë dhe alë foto është dhe një mik shumë I ngushtimi, Bashim Seneri, që ka punu në televizion, shef informacioni. Dhe kena pas zyret njët, unë kam dhe gjithë ditën me Bashimi. Kjo është nga Beatles? Natyrisht është edhe përgëzimi ndaj tyne. Ne jemi një grup Institutit Arteve dhe përfaqësuam frymën e institutit, të gjithë ishim konservator në festivalin e 11. Pra, në qoftë se kishte 3-4 formacione festivali, një nga ato formacionet ishim dhe ne. Unë jam me saks, Shtatjana është me flaut, është Edi Vogël me kitarë, si që I kina thanë, edhe pse sot është I martu me 2 fëmijë, dhe jeton në Amerikë, prap Edi Vogël I thona, edhe Bato Bashi me violin. Pse u dënua festivali 11? Festivali 11 erdhi si rrjelloj e shumë gjërave që kishin fillu të një lloj liberalizmit, po I pa impunum, ardh pastër. Sepse radioja jepte Beatlesat, jepte Rolling Stonesat. Ne në institut, në konviktin e institutit, kishim televizor që na I marrë të gjitha stacionet, kryesisht ta shifri kansonisti më të më rrallë. Dhe me thanë, ne studioshim për art, po ushqeheshim me mediat ku ishin këto koncertet dhe këto showt, të varietete famshme me këngëtar të mrekullueshëm dhe me balerinë shumë të mirë. Dhe detyrimisht që ne do të injektoheshim dhe do të imitonim. Njollet e Murme është banë në kohën kur, është banë teatr popullor në kohën kur ishte edhe festivali 11. Si duket ka 2 gjana. Fryma si që kërkonte masa ishte kjo. Ato që do ta pengonin ishte sipër, nomenklatura. Si duket ato nuk e donin fare këtë lloj logjiket. Dhe tamam kur ne ishim kulmin e buzëqeshjes, ata na e prejnë buzëqeshjen, sa thanë, jo, ky lloj artit nuk na shërben. Dhe këtu pastaj morën goditje shumë artista, shumë regjisor, kinast, drejtues, dramaturg, këngëtar, orkestrant, dirigjenta dhe kaloi u kthym shumë mbrapa. Viti I ri rrallë herë është kritiku.
Në qoftë se do t'ishte kritiku Viti i ri, a ishte bombë sa atë. Ishte mazi se festivali Këngës në Radio. Sepse Viti i ri presupozot që humori t'ishte një nga armët kryesore të një lloj propagande të partisë, që nëpërmjet humorit, nëpërmjet buzëqeshit, kritikoheshin, po deri në një cak. Nuk duhet kalote kurrë më tepër si një brigadier. As nuk flitesh që në humor mund të futesh një ministër, ose mund të futesh ose një lloj bllokmenit, ose një lloj administrate qytetërore, po thonë kështu. Këto paranalesat ishin të instaluar vetë në institucion. Që do thotë, një institucion ke pas sekretarin e partisë, i cili ka ardhur te kapa. Edhe ka thënë, a jam dakord unë me vjen e partisë të ky spektakël? Ka ardhur operativi e kapa, i cili ka punuar në radio televizion. Ka marrë rrogën operativ, në zyrë të veçantë operativi. Ka ardhur kapa herë gjendjen moralo politike të gjithë pjesëmarrësve deri te spektatori, mos ka në një që është i prekur me radhë. Dhe e treta, ku do me dalë ky me këtë? Veshjet, humorin, paraqitjen, dekorin, ndriçimin dhe shkrimi i parë që bash pas Vitit të ri ishte gazeta Zëri i Popullit. Në qoftë se ajo do të merrte përsipër me të kritiku, dije që gjën e parë porosit Këngën mora rrugën për Janin. Merr edhe familjen, hype mrapa edhe vazhdo të jeton kohën, se mund të isha edhe për Janin, mund të isha edhe për Shtufin, mund të isha edhe nga Mali Dajtit, mund të isha edhe nga Borri i Bamit, mund të isha zoti e diku ku mund të isha. Kështu që Viti i ri është bërë me shumë sakrificë. Megjithatë, forca e madhe artistike e njerëzve arriten të banin vlera me edukat, jo me fjalë banale, jo me veprime banale, dhe ban materiale si fotografi, me ta në ban ushin, o dojnë fotografinë, o nuk shkullet nga dyqani, ose kunatin e Shoku Xhemal, ose kryp, sheqer me Fadilin, ose doni ma për Lulin me Fierin e famshëm, dhe u ndërtu në varieté trupa me plot bollëk, me plot materiale, sa që nga vitet e fundit filloj të mbyllej njëri sy. Partia u loll, e kuptoj që kështu nuk shtyhesh, populli filloi të kërkoj shumë më tepër nga arti, nga kultura, nga muzika, nga sporti. Dhe pothuajse pragu i viteve 19 sollen trupa shumë fuqishme teatrale, sollen art në estradat e rrethave dhe të Tiranës, që kishte trupa të plota me aktorë, orkestranta, me njerëz të rrallë, me këngëtar, ishin 8 këngëtar profesionistë në estradat e Tiranës, për natë shfaqje. Sot s'keq as atje as kërkun. Po kishte edhe ekipit e Shkodrës, të Vlorës, të Tiranës me rrallë, ekipe që rrahen po të mund ty Barcelonën, Belgjikën, sa me i kombëtar, me i vllazit mrekullueshëm. Do të thënë, arritëm deri te vitet 90 arritëm me basketboll dhe me shumë gjana të krijojmë një farë vleret. 90 në hap kufini, iken pjesa më e madhe artistave dhe filloi një gjykim tjetër. Është një libër që duhet shkruar ndrysh. Në festivalin e 45, në mos gabohem, që ishte kështu festival jubilar, si janë 50-55 si që asi vjetë, u thatë që të ndërtohet një kaset me 10 këngë të arta. Dhe do shkruash dhe do jepesh dhe në salë. Do ba një libër me pjesëmarrësjet e festivalit të parë deri te 25, me këngët fituese. Do thënë, ishte një revistë shumë e bukur, informative, artistike, e cila t'jepte këtë pasyren, i kishte edhe të rënditura këngë, kush ka në knus, kush ka fitu çmim, kush ka qenë regjisor, speaker, kush ka qenë dirigent. Nga mesi, ishte edhe një faqe ku thoshin, këto janë 10 këngët më të bukura të shekullit në këngën shqiptare. Edhe ishte Edua vendin tim, Baci Logdoris,
futa një gjithë dafine, ishte eja me djelin, diçka ke parasysh një kanga Arditit, ishte kanga ime, alo, alo, Në kujto pak motivin? alo, 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 ty të dëgjonja, dhe zërin tëmë të ngroftun pranë e doja, se fsheha lumëturin, e më rallë. Dhe mas i vitit, pata një gëzim tjetër se mora edhe çmimin e parë, direkt, me kangën Peshafatit ose O nën jam larg, ke parasysh me Sandor Gjoken, Viktor Tahirin edhe Manjolën Albanin. Ndërkohë kisha marrë dhe çmime tjetër, çmim parë edhe me Irma Libohoven të një cikël i gjatë televiziv, Shikoj në sy. Dhe pastaj shkruajta e doni dashurinë që mora çmim të dytë. Kam shumë çmime të dyta, shumë çmime të treta, se pastaj kam shkruar me vajzën, aktumë vajza jemi një 50 festival, kam marrë çmim të dytë të tretë me te. Ligji i drejtë autorit në Shqipëri nuk funksionon. Dhe çuditërisht nuk funksionon se qeveria nuk e ka mendjen fare të arti, nuk e don artin. E don thjesht për të shkuar në ditë varrimit, sa për dhënë diçka aty për para se ta nxjerrin gjenazën nga teatri popullor ose radio televizioni ku po ta ketë. E thot që ishte një gjeni, thot ishte një kështu, ishte shto populli ka nevojë, kishte nevojë për te, pa i thot mbesi, të janë kot. Janë tekste që nuk i duhen bile edhe as duhen marrë fare një intervistë. Se s'ka as i pikë lidhje një politikan, më kupton, sepse as Amerika nuk e bën të punë. Vdesin artista, ftojnë artista dhe ja bajnë nderin artistat. Por artisti jashtë ruhet, nuk ruhet politikani jashtë. Ka dhe një motor që i vehet para, edhe i makinë, po artisti ruhet jashtë. Këtu artisti, jo vetëm që s'ruhet, është më i papaguari dhe çuditërisht më vjen shumë keq se në listën e njerëzve më të pastër në Shqipëri nuk gjen asnjë artist dhe gjen vetëm politikan. Pash para disa ditëve një listë në një gazetë u drejtërova se më delte që parlamenti shqiptar, që s'ka asnjë vlerë, se nuk janë krijues, ata janë thjesht njerëz që zgjedhun, premtojnë, shkojnë atje dhe mund të rrish edhe 5 vjet pa fol. Dhe çuditërisht, nga një mjeran, nga 3 konora në një dhomë kuzhinë, ti bash një Superman, bash një pasanik i jashtëzakonshëm me fëmijë jashtë, nuk të mungon asgjë, me vila atje, vetëm dhe thu ti si artist, po mirë ma vlla, ky s'ka bë asgjë dhe gëzon këtë reputacion i kudo i ftuar, 18 gazetare i vehen mrapa, njëna me gjyslyk, nëna tjetër me kënëna dhe me tjetra këte, kupton, dikush me fund deri këtu, dikush deri atje, dikush edhe pa hiq. Vetëm të intervistu para parlamentit, këta ndrojnë kostumet, artisti vdes. Ndro kostumin, vdes artisti tjetër. Artisti nuk paguhet, e drejta autori nuk funksionon. Këta ligje. Kur 1 në 10 ligjet që i vuni komuniteti evropian, qeverisë që ishte në kalim dhe kësaj që do vite, në 10 pikat ishte dhe trajtimi i drejtës autorit. Bota për para drejtës autorit, man një rregull absolut. Ti çfarë bën? Ti e merr një fshatar, e merr një qytetar, e merr një njeri të lollur, pa dritë në shtëpi, pa buk, pa absolutisht asgjë, dhe e fut në burg për 20.000 lek se ky nuk i paska pagu dritat shtetit. Po mirë, po ti si shtet që ke një 25 vjet që në të gjitha radiot në Shqipëri je vetëm muzikë të huaj, dhe kur i mbushet mendja me dhanë këngë shqiptare asnjë as paguhet, pra e drejta autorit nuk u paguka, pse u dash ai tjetri mu hin burg për 20.000 lekë që s'pas ka pagu dritën ti si shtet, më i tregu dhamt dhe nuk i tregu ke dhamt atyre që transmetojnë këngët tona dhe ne nuk marrim pas lek. Po me çfarë do marrë artistin nëse ti nuk ja jep drejtën autorit? Pse s'u bëra deputet? Kur? Që të fitoj gjithë gjëra. Po kush më bë deputet? Sot më bë duhet të pasi 100 milion lekë njëri herë. I thash njerit, a mund t'i shabas, mu Shkodra më donë, më qunë edhe ambasador i Shkodrës e Tiranë. Mund t'i shaken fare kollek, i përfaqësu si ma i mirë i Shkodrës aty, sepse unë prej natyret e du qytetin edhe flasë. Aty ka nevojë për njerëz që krijojnë debat. Kush është Nuni? Tito Fjalçit, ambasador i Shkodrës në A Tiranë. këtë ma ka thënë
Gac Marku në atëherë stadiumin Vojo Kushi, në Tarrac sipër, po më rëdhiqim shumë, prap më pa atje mu, pas ka arta prap Osmani. Prap i herë 2-5 edhe, më shif Shkodër edhe në televizion që vazhdimisht që përmend së Shkodër, e mori edhe nektarin e dashurisë që kishte Shkodër për mu, dhe unë ndjehesh për Shkodrën, dhe e tha hapur, ti tha i ambasadori Shkodrës në Tiranë, që pun të thushta për të nesh, edhe ngeli, kudo që më ftojnë edhe në Tiranë dhe në ambasadori Shkodrës. Këtu jam për para kishës së Fanolit, në Boston. Ndërkohë, një pamje tjetër rëngjethse që kanë mbetur në gjithë rruzën. Këtu jam pak kohë, do të thënë pak javë, ose se dim si mund jenë edhe pundiq, mas ju hollen dy kullat në Manhattan, dhe kam shku dhe jam drejtëru sepse nga imazhet e kokës nalt të atyne kullave pa prit mas nuk shef asgjë, vetëm të kujtohet një avion që futet në kulla dhe shkërmoq kështu me çaka mram, dhe pa prit mas shef një hapësirë toke të poshtë, e cila është një bazament kaq i qoroditur si ajo pjesa zgavërës kur hek dhamin. Ke vure, si në gjene ta shohësh, nuk e deshifron që çfarë është. Domethënë, ishte një toke zhuritur e zhgullur e sakatosur, sa që mund të kem ndajnë shumë gjatë të e pa, me ta poshtë të e pa, ka herë që është akukën si për ndërë, vetëm e di që mas nga 20 minutave mu fut një krah këtu, ishte krahu idealit, që më tha mjaft babi, hajde ike. Ajo është 2 mula në mes, pa janë edhe një 8 mula të ullë në salë të rreshti parë, sepse një nga ato ishte apniu, ishte rasti 80 vjetorit të ditindjes apniut, kishte në krah dhe ninen. Unë si një piti isha nga ana tjetër, zbashkut me vëllezërit e mi, me nuset tona, me fëmijët tonë, me rrallë, dhe ishte një koncert i organizuar në formën më të shkëlqyer në Teatrin e Operës, dhe mori përsipër vetë Inva, e drejtoi vetë, kënoi vetë, dhe u punu me veprat më të mira të operistike të apniut, kantatave të ndryshme, dhe ndonjë këngë fituese e festivalit ku ishte pjesë edhe Anjeza Shahini dhe Sidit Bejleri që është këngëtari i Teatrit të Operës. Edhe vajza e ema atje si. Këta janë fillimet e mia, por të kujtuar në një moshë ku pas viteve 19 dëshira për të çfaq të gjitha ato që s'kishim arrit mi ba, e veshëm edhe herë kostumin dhe dolem në stadiumin që Masafa të mbushur plot e për plot. Nuk e kam pa në herë në ndeshje ndërkombëtare, si ka qenë stadiumi atë ditë kur kena luajtur ndaj vajzave italiane. Luajtëm 11 artista shqiptar ndaj 11 miseve të Italisë. Në hyni me të bega gabimisht të një nga ato miset, se pat nanën si duket, na dhanë penalt. U vu topi në qendër dhe mori distanca ajo nga topi. Piero nuk kam pa topin, kam pa vetëm lustën e kamve, trupin, plastiken, hapin e saj, ai floku i zi që i shkote, dhe merte edhe pak era, se pryndi fje erë, se kam pa unë se e ka gjyjt topin, se ka shku topi, vetëm atë shif shapira. Ishte bagon. Më kupton, stadiumi u mërzit, sepse portieri e la. Unë nuk arrita me thane shita, unë thash u habita. U habita, Piero. Pastaj lujte me politikantë. Me politikantë kishim shef vetëm shjelma, kusht hate shjelm, kusht hate në i shput si padashte, në i bryll, ata ndaj nesh dhe na ndaj tyne. Dhe doli nesha diçka e shgarravitun, se mora vesh se si u doli me llat, vetëm se e di që kemi ba një loj tepërsisht e egër me ta. Absolutisht nuk qenë neshje miqësore. Është një vlerësim për kontributin. Ka një fatkeqësi se i gjithë ky kontribut është pa lek. Dhe thënë sa duhet kesh titull në Shqipëri nuk merr asgjë. Dhe çuditem se si është e mundur që një sportist
kolos që mund tjetë mjeshtër i merituar i sportit dhe një artist që mund tjetë artisti i popullit, se mjeshtër i madh është artisti i popullit. Nuk vlerësohen fare, nuk ka as shtim rroget, bile edhe kur del pensioni nuk lëviz fare as te pensioni. I duhet pastaj kërkesë mas kërkeset ta çosh letrën në për këshill bashkiake, në qark bashkiak, pastaj në Ministritë të Kulturës, ajo t'ja dërgojnë në kryeministrisë dhe ne u mushma në kryeministrit me pa atë listën me mujt me e firmos për një pension të veçantë që të shtoti 200.000 lekësh. Por pensioni, sa do të kesh titull, nuk të del ma tepër se rreth 250 euro. Dhe me thanë, unë po të tregoj një diçka. Kjo është dhe ta din populli mirë, që drejtohen nga njerëz të cilët fare nuk kanë mendje, as te arti, as te populli. Drejtohen nga njerëz të cilët nuk kanë emocion. Nga njerëz që kanë shku vetëm me fitu për vete. Si duket, këtu fare hapur bëhet një politik demoralizuese për të vrarë eliten, për të mos i pagu dhe për të detyruar të ikën nga Shqipëria. Dikush e do këtë vend fare të vobekt, fare pa princip, pa art, pa kultur, pa autenticitet, e kupton? Dhe kjo me të merron, kjo me bjen keq. Pas 24 vjetëve punë, unë veçoj që në disa figura unë kam një emocion veçantë. Një nër këto emocione është dokumentari që i kam ba Fadil Kajs. Luqie Milotit, i kam ba Prekja Kofs, të që të në tjerëve muzikantave, por emocion që më la dhe pasion që kam ba, që kam dhanë shpirtin për me vaj dokumentar, ka qenë dokumentari kushtuar Sava Misi, legjendës futbollit shkodran dhe shqiptar. Sepse nuk arrin dot një djalë 17 vjeç me lujt në konara gjermanëve dhe ta vlerësojnë kaq shumë. Do dha një djalosh që dha shpirtin, forcen, shpirtin, ndadhori gola, e kishe kudo në përfush, një model të një lojtarit të mrekullueshëm sot evropian. Do zgjedhësh kombëtarin e Kosovës në një ndeshje artistësh, apo do e tradhtosh Kosovën dhe do luash me kombëtarin e Shqipërisë, të artistëve? Qefi kishte kënë me përfaqësu ekipin e Shkodrës, po pas saj përfaqësoj ekipin e kombëtarëve të Shqipërisë. Për ata që më dojnë, i uroj të gjithë të mirat. Për ata që s'më dojnë, e kanë gabim, se unë nuk kam ba gjana që për mas me mdashtë. Kështu që ata që s'më dojnë mu, e kanë s'dojnë kërken. Me që s'dojnë kërken edhe mu letë mos dojnë, se s'ka që i duhet me mdash vetë mu. E treta i uroj bereqet këtij qytetit, që e shof shumë me pikpytje, kam dëshirë që të orientohet në këtë kohë shumë të vështirë orientimit, të dëfrehet në këtë kohë që nuk ka dëfrim, dhe të mundësisht të arrujnë trurin maksimalisht të paprekun, sepse po na iku edhe ajo, mirë ne. Falenderoj që ishte sot në rrëfim emisionin e parë të këtij sezoni. Faleminderit.